Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. I nderuar drejtor i medreses Hafiz Reis, i nderuar Hafiz Qëndrim, Hoxh, veteran, Molla Jusufi atje, e xhallar tjerë, dhe gjithë të pranishëm, do t'ju shpërbleft për mikpritjen, Hoxh nderuar falënderit për mundësinë, për organizimin. Allah na takojë gjithmonë punëtarët e punë të mira. Kam pas rastin, alhamdulillah, që t'jem pjesë lloj-lloj aktiviteti, edhe të marr pjesë në vende ndryshme për legjerime, por sot sinqerisht për mua diçka e veçantë, me qenë në këtë medrese ku ruhet Kurani, ku mësohet Kurani, dhe veçanërisht para këtyre djemve këto që i kemi para vetis, e ardhëm i këtij vendi dhe perspektiva që neve na inkurajon dhe na frymëzon. Të nderuar të pranishëm, të flasësh për Kur'anin është padyshim çështja më e këndshme, më e mirë për një musliman. Për shkak se është fjala e Allahut të mënduar. Nuk ka fjalë në tokë që Zoti e don më shumë se fjalën e tij. Madje nuk ka fjalë në tokë që mund të thuhet se është fjala e Allahut përveç Kur'anit. Çdo fjalë tjetër është përzi, është ndërhy, është shtrëmnu. Edhe pse në fillim ka qenë fjala e Allahut xhallahu ala. Fjala e vetme e pandryshueshme. Fjala e vetme e ruajtur që me bindje të plot, pa hamendje, nga fillimi e deri në fund. E thua me zemër të mbushur bindje dhe besim se fjala e Allahut është Kurani. Andaj kur e kemi Kuranin në dorë, e kemi fjalën e Allahut në dorë. Kur e lexojmë Kuranin, e lexojmë atë që ja ka përcjell Allahu Gjibrilit, e Gjibrili Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kur e lexojmë Kuranin të nderuar, e kemi kënaqësinë që t'i themi të fjalë që i ka thënë Muhammedi alaihi sallam në namazin e tij, në komunikimin me Allahun te barek ve taala. Ato fjalë që i ka thënë pejgamberi sa Mekazve, arabëve, botës mbarë. Krejt udhëzimi i njerëzimit është bërë përmes një fjalëve. Ke ndryshimi i dunjas për të mirë dhe orientimi i njerëzve në rrugën e Zotit është bërë përmes një fjalëve, që ti i lexon e i mëson edhe i përsërit. Është me të vërtetë e veçantë padyshim se po. Është kënaqësi që të kemi në dorë diçka origjinale, të paprekur, pa asnjë ndërhyrje qoftë më minimale nga dora apo gjuha e njeriu. Fjala e Allahut te barek ve taala nuk e prek e kota e pavërteta nga asnjë anë, në asnjë kohë, në asnjë vend. Leximi i tij ibadet, meditimi i ibadet, mësimi i ibadet, çka do që bësh me këtë libër në kuptim pozitiv, ti fiton. Është libri i cili dëmon ta mundson që të ngritesh përmes tij kado që i qasësh. Kado që i qasësh. Dhe është shoqëruesi më besnik i muslimanit edhe në dunja edhe në ahiret. Sikur që ka thënë pejgamberi alayhi sallam se Kurani do të vijë ndërmjetësues ditën e gjykimit tek Allahu i mënduar dhe i thotë Allahu xhallahu ala: robën tonë kum lën natën pa gjumë. Ka lexuar Kur'an, ka mësuar Kur'an, ka pasrit, andaj o Zot, pranoje për mua, pranë mua për të ndërmjetësues. Dhe Allahu xhallahu ala bën këtë ndërmjetësim sebeb për me në xhenet. E shumë vlera tjera që kanë të bëjnë me Kur'anin. Të nderuar pranishëm, po edhe ju djetarët kanë shkruar libra që flasin për fadhail al-Kur'an, vlerat e Kur'anit. Shumica e djetarët e tefsirit, kur kanë komentuar Kur'anin, kanë bërë një parathënie që flet për vlerën e Kur'anit. Pse? Për të na vëdësuar se a dini çka keni në dorën e juaj. A dini çka keni para jush e kështu me radhë. Në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, domthon ka pas një laramani në mësim të Kur'anit.
ka pas sahabe që kanë qenë në mosh, po se ka mësu, ka pas të ri që e ka mësu, ka pas ata që realisht kanë qenë në mosh më të re, janë bët djetar, e që atyre pastaj të vjetër ja ka mësu Kur'anin. Nga se ka thonë pejgamberi alayhi sallam, inna Allaha yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah me këtë libër ngrit disa e disa mbeten të pangritur. Ju keni dëgjuar gjithë për Ibn Abbasin. Ibn Abbas ka qenë djalë i ri. Domthon kur e ka pejgamberi Ibn Abbas kishin ka thonë ja gulam, o djalosh, i ri ka qenë. Mirë po ka bëu dua për të pejgamberi sa që të ketë një lidhje të veçantë dhe kuptim të veçantë me Kur'anin, dhe Ibn Abbas u bë dietar. Dietar u bë. Pse kur i ri? Në Kur'anit ngrit edhe kur i ri. Kur'ani të bën ndihshëm edhe pse nuk ke moshë. Nga se dituria që të jap Kur'an të bën të pjekun, të bën ngritun, të bën që njerëzit kanë nevojë për ty. Omeri radiallahu ta'ala anhu e ka marrë për ndaj Ibn Abbasin. E një ditë do sahabët vjetër, se në ndajet Omerit kanë zakonisht njerëz që kanë qenë më të vjetër, më veteran, me thonë kështu, të thirrjes islame, të besimit, ka qenë zakonisht prezent pjesëmarrës në luftën e Bedrit, domthonjë që nuk ka qenë çdo kush aty prezent. Omeri ka marrë Ibn Abbasin, ka ulë afër. I ri ka qenë. E i kanë thonë, nësa ka arë koha me i marrë fëmijët në përneja, që kanë qenë fjale. I kanë Omeri, nëse ka arë koha me i marrë fëmijët në përneja, po i marrë me fëmijët tanë pra, pse veç ky me konë këtu. Atër ka thonë Omeri radiallahu ta'ala anhu, në rregull tash unë ju tregoj pse është këtu. Edhe jo ka lexuar surën An-Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath. Këtë surë ka lexuar edhe ka thënë, qysh e keni kuptuar këtë surë? Disa ka fillu kështu e kështu më radhë. S'ka qenë që ka kërkuar Omeri radiallahu ta'ala anhu. Ka thënë Omeri, falë djalë, kallëzoj këtyne çka është kjo surë. Ka thonë, hadhihi sura ajalu rasulillah. Që kjo sura ka tregu se i ka arë e gjeli pejgamberit asam. Pse? Fa idha rajta nasi yadkhuluna fi dini afwaja fasabbih bihamdi rabbik. Feju u zgjeru, u pranu, njerëz hinë në fe grupe, ta shka me boti? Ta është i kadal, ktheu ka Zotit. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Madhrej Zotin tënd, kërko falje, nga se koha ka më shku të ka Allahu madhuar. Kur e ka një këtë koment, jenë befasu. Kanë thonë, ky bën me nejtë. S'ka ka ky veç fëmi. Ky që ka, dhe më thonë, në mosh fëmi, po në pozit që ka nga njëse dishëm. A i Kur'an ngrit. Kur'an ngrit. Kur në betejën e Uhudit, jenë vra 70 besimtarë në atë strategjin që e bëri Khalid ibn Walidi. E kur i ka vërros pejgamberi s.a.s. Dohon, ai që ka qenë më i ngritur në varr ka qenë ai që ka ditë Kur'an më shumë. Çaj u kon. Dohon, ka pas respekt veçantë në varrim. Çdo aspekt pejgamberi sa më ka respektuar ato që ka ditë Kur'an. Prandaj të nderuam edhe vëllezër më të vjetër, po me çati këta djem që kemi përpara. Domethënë, janë do fjalë që sot ndoshta për juve mund me kon fjalë çao të thon ky hoxha. Apo çao të përmend ky diçka aftë. Po shpejti keni me përjetu kënaqësinë e ngritjes edhe për veti, edhe për prindërit tu, po edhe për popullin përgjithësi, për kushtimin e juaj për Kur'anin që keni pas, për lidhjen me fjalën e Allahut te bareke ve teala. Dietarët e nërëzër aq shumë i kanë shërby Kur'anit, sa që nuk ka libër në botë, nuk ekziston, as nuk ka ekzistu kur libër që i është shërby më shumë se Kur'anit. Libër që ka qasje të veçantë në gjithë shka, nuk e gjenë si Kur'ani. Andaj, nga veçërit dhe specifikat e lidhjes me Kur'anin, është se dietarë kanë përmenë se ai që ka lidhje me Kur'an, ai që mëson Kur'anin përmenësh, këta janë në radhë pa, normal, këta quhen, qysh quhen ata që mësojnë Kur'anin? Hafiza. 1, 2 qysh quhen? E këto dytën, e tretën, e katërtën, keni shumë emna, se keni veç një emën një. Nuk ka veç hafiz. Hafiz është një emën. Një emën është emën i mirë i bukur. Hafiz është ruajtës.
Në ty të ka bë Allahu ruajtës libri ti. Kjo është ka gjë e madhe, po së është veç ruajtës, ke emna halati, se Kurani ka shumë emna. Andaj edhe ai që ka librin Kurani ka shumë emna. Sa emna i ka Kurani? Në emën tjetër, mund e pranë. Kurani ka 1, 2. Mushaf është mbledhja, emni. Aziz, Furqan, që sa emna i ka, Këtë emna Mubarak, këtë emna të kalzojnë që çfarë libri kjo, hajtë gjema e libër në botë që ka në emën 2 për titullit, Ska? Ky e emën që Allah e ka në emën, emën e ka qëtë Allah zë gjellë. Dhanik në kitabu, la rajbe fi. Ska pik në dyshë këtu, ska këtu ma mërmenja. Ka thënë Zoti, ka morë fund, shkushfar qasje. Në ka emëna shumë, edhe libri Allah të ka emëna shumë, edhe Allahu që e ka zbit ka emëna, a ka shumë ma emëna Allahu, po, ku i mësujmë emënat Allahut? Në Kur'an. Edhe ti që e barë kërë ki shumë emëna, se ki veç një ati apëtë. Një për emënave, që djetarët e kam përmenë shpesh edhe, ku kam shliber ka thonë, adabu hameletil Kur'an. Regula që vlejmë për bardësit. Apo, ti e bardë Kur'anin gjithë me veti. No edhe pësë është i ronë, edhe pësë është i fështirë, ti e ki bu ka bod me bajt, libën allot mësë me lonë kërë poshtë. Parënë? Adon ti nuk je, ti nuk, njerëzit të lifar bare bajnë galet e tjereve, edhe kjo bare është. Apo? Edhe kjo është. A ka njerë që i bajnë galet e tjereve? Po, edhe shumë kjerë asot. Edhe bare është e, Allah një muftë, ata me të lashet veta. Apo? Edhe ka njerë që i bajnë gajlen e tarmës, a kana me pas me hongër për dunja që ka buhet, s'ka grunë, s'ka shi, edhe kjo gajle është, apo? Ti se ki këtë gajle. Ti asë ki gajle në ki me hongër, asë ki me hongër, se tu lezu Kur'an, apo, e mëstan të që është rëzëk, dhul kuvët, ilmetin, Allah, i qetje ti, apëta. Ti s'ban gajlet njerëzve, nga se Kur'anin mëstan që ka me bajt. Andi je bardës i brengave duhra, je bardës i barës e duhr, bardësi. Po edhe një emën e ki hala ki emëna shumë po, sa së më duhe vojësat për emëna po. E ka përmenë pejgamberi asëm ka thonë, për bashkë të Kur'an ka thonë, ehlullahi wa khasatu. Ehl, qka është ehl? Ehl janë të afërmit, familjartë. Allah s'ka familje, Allah s'ka djale, s'ka qik, apo. Po edhe shpi s'ka, ma kësaj qka i thujme? Bejtullah. Allah s'ka shpija, ti se du të shpija. Po e ka marë emnin, për shkak të nderit, me që këtu Allah u adhuruat, e për Allah u ka në të kjo shpia jam, me nderu venin ku Allah u adhuruat. Edhe për me të nderu ty që e bartë Kur'anin, ta ka dhënë Allah Azogjel, familjari i Zotit. Allah s'ka familjar, apëtan, s'ka shpi, po për me të nderu për shkak të afërsis që e ki me fjallën e ti, ka dhënë në paqë Allah u familjarën tokë që ta e në familjarët e ti, apëtan. Nëse ka të afërm dikën Allah në tokë që ta e në të afërmit e ti, apëtan. Ehlullahi wa khasatu. Ata më të ngatë që i ka, më të ngatë që i ka, më të afërme të Allahut në tokë janë, bardësit e fjallës Allah të gjënë. Andaj të nërun, gjithë të emna, gjithë të vlera, duhet pak me pasë parasysh edhe përgjithësinë e kësaj e këta. Përgjithësinë e kësaj. Normalisht, gjitha mirësi i ka edhe përgjithësit e veta. Unë po i flasë të vetë djemëve të ri këto, po edhe juve qeni këto, për juve, për fëmijët e juve, për djemë, vajzat, që t'i edukoni, vëdisoni që ta kënë Kur'anin në zemër, në mendje, t'jenë bardës të Kur'anit. Bardës të Kur'anit. Andaj, djetarë ka përmenë dhe për regullat e sjelljen e ati që, të më thonë, e bardë Kur'anin. Është i veçantë, është i veçantë. E kënë pa për shambu të ndërozë familjet mbretnore. A i lojnë fëmijët e tyne me lujtë futball me të mahallës? Ja. Brejtën këta. A i lojnë me ta përshamë me shku në shëtitje? Ja, se lojnë. E në veçanta ata shkojnë veçanta. Familje bretnora. Së mosh me ta me pasë qasë. Po edhe, qka do kofë në i familje që më përshamë angallare, efendilire, esnafa që në kone, i kam pasë të rrët vita, s'ka nejtë ta bashkë. Kërë u kone mirë, kërë u kone kje keqe, përshka se ka qenë nga arrogancë, nga e përsia, por përras për një realitet. Kam pasiret pësaqme, veshët pësaqme, i kam su qush hanë ti, për me ka do që ti i familjes tonë.
Po, të veçanta, kanë pas veçanta. Po. E bardhësi i Kuranit, a lumë futbol me gjithë kanë? Lumë futbol, po jo me gjithë kanë. A rënë me gjithë kanë? A fletë gjithë shka? A banë gjithë shka? Ja, që është i ofër me Allah të bënë kështu? A ba? Dhe djetarë kanë bo libra që flasin me kanë rënë, qka hanë, qka pinë, qysh flenë, qysh silët, bardhësi i Kuranit. Me koni veçantë, katë është. Katë silët me koni, kjo është bardhësi i Kuranit. Kjo është hafëz. Përshka kësë është veçantë, kjo është veçantë. Prandaj ka thonë Ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu, bardhësi i Kuranit, kjo nuk kupton nga hafizi, e dete ju atje që dini surën Ikhlas e Fatiha. Çka dish nga libri Allahut, ka ndëruar Allahu te barekuhu teala. Bardhësi i Kuranit, hafizi i Kuranit, Ibn Mesudi ka thonë. Ibn Mesudi kush u kon? Sahabi i njohur që ka qenë nga ata 4 që kanë pejgamberin pëjtim sa në Kur'anin, apo? Ose kon ki thjesht. Abadile ka ata 4 që pyetyn Kur'ani është marrë. Ibn Mesudi kon një pyetyn. E kanë vetë qysh është leximi, qysh lexohet kjo, qysh ka Ibn Mesudi, çfarë është u kon apo? Kon njëri i veçantë, Abdullah ibn Mesudi. Ka thonë Ibn Mesudi fjalë të gatë, po do shkurt më u thon, ka përmend se nuk duhet me kon nata e hafizit si nata e tjetrit. Dita e hafizit si dita e tjetrit. Nuk duhet me kon as e qeshura e hafizit si e qeshura dikujt tjetër. Ky edhe kur të kesh ndryshe. Kesh për të tërë shka. Edhe kur të kanë ndryshe. Kanë për të tërë shka. Që shka kanë ndryshe. Po sjellje, kur tec, kur flet, kur të rrin. Omeri radiallahu ta'ala të ndërum ka obligu që ata që kanë qenë të angazhu me Kur'an, nga të ku i kanë kurra, ata që kanë mësu Kur'an, e kanë mësu tjetë Kur'an, i ka obligu që me pas teshat posaçme, jo gjithë shka me vesh ato. Që ka Allah ka thonë të nërozë, këse regula tona, kjo është eleganca e fesë tonë. Që ka Allah që ka dhëtë në Kur'an? Ja beni Ademe, khudhu, zinatakum inda kulli masjid. O bita Ademit, vëshë në mirë, apo, kur shkani? Në xhami. Nëse dikush hanë salat me kep, a bënë ma në xhami? Ja, pse halal kepa? Bona ma në xhami se ka venë, pse? A përshë ajë që në xhami vjen, edhe halalin e lenë këtë ma në xhami. Apo, në xhami, gjemat një rëndam, të në bimë falim shkëm të shpija. E ti që e lezon Kur'an ditë për ditë, ti që është dush më veshë, që është dush më najtë, që është mësil, përshë që i veçantë të tjetë. Me kanë këta, i veshëm të të pësaqme. Se ke po dë vene, për shamu, që kërse ke po dë në Turqia, dë vene, i veshën me gjybe, i veshën me kavaj, i bardha. Më ditë se këta janë të veçantë janë këta, s'banë gjithë që mi veshë. A më kuptani? Për shkak që dush me ditë, ka të cilër se i veçantje. E kjo të bënë mësil mirë, me prind, me mësusin. Mësusin du me ditë shumë mirë mësila, shumë mirë mësila. Prandaj djetarë për pora të ndërum, kam pas dhe regula, neve na ka bo, pak halakam e nësafi, po, që ashtu të kena kohën, Allah e bëftajrë, se për para gjallartë për para, dhe më honë, kër i ka në ders me mësu në feka hadithi, ka në Kuranin, që ke u më të ka në jo, Allah më kam vetë pak, hajtë shka që e Janë Kur'an tani vjen tonë këto. Kanë kalu ka Kur'ani kam mësuar. Shaq se Kur'ani do më nis me Kur'an. Ne kam pas si të veçantë, ma ka çast të posaçme. Prandaj unë ju këshilloj që krahas vlerës, krahas kënaris, krahas begatis, mirësisë, kënaqësisë që përjetoni pse jeni këtë rrugë, edhe të silleni në përputhje me këtë. Dhe më ka thoni fabula, i thëshin fabula, po, se kum harrum nuk e shkoj filluar nga mësu. Fabulat e Zopet, atë kënë janë kënë ato? E në kënë që shtët? Ha? Për me sënë, se me këtë me uqë. Se jam të folë me Koran. Ati më së uqëm i shala. Thuhet aty në fabulat, dikun që është të Arabt e kanë përmenë si shembul ato, i kanë përmenë ka do raste, me marë mësim, jo që i kanë ndodhë bashkë ashtu, po me marë mësim i kanë përmenë ka njerëve. I kanë thonë që është shëshnu devja me bubrecin. Në bo shok. Që ashtu i ka zetë udha, devja me bubrecin. Edhe gjithë devja të e bojë bubrecin qafë,
e tu i mundësu me ecë, e me... Devja madhe. Edhe bubreci bën njetë me akthy në ditë mirësi në devës. Unë e ku bën njetë me të nëru, e se ti për më nërën mu gjithë, apo më banë, po me të më hongër, unë e ku bën njetë me të nëru ty. Bubreci, devën. Për kuptani? Edhe i thët, e ku mboj direkt mirë, e hajde të unë e hojna e pina e rrimë. E shkon dive të bubreci, po ku me hi mërana të, se në zene Allah. Munë kështu të ngre për ashtu, sene Allah, devja më Allah. A kuptan? E i ka thonë, devja, i ka thonë bubrecit, i ka thonë, o, jarani jam, ja bëni një shpi, si jarani, ja bëni jaran sa shpia. Së bënë kështu. A kuptani? E këtë djetarët e kam përru si shambull, kur dikush për shambull, do në nuk është në përputhje me titullin, nuk është përputhje me pozitën. Një djallë u majt njëre gara për poezi, edhe komisioni që i kam dërsu, kjo pët, 5, 6, nota 7, 3, u i njoni me teshat poetve arab vjetër, kura kam po kanë kjo, tash e qkrim, kjo e qanë keqë, kjo këtë i ka kështu të përën, edhe kore ka njësa i me volë katastrofa, as për vremë që në s'ka ditë me bo një poezia. E i ka thonë njoni ati në komision i ka thonë, ose vesh i teshat që i gjuhën, një tesh shkrejtëse që është e pas ke gjuhën, ja bo në gjuhën që i teshat, se kjo gjuhë me këtë teshat s'po shkanë aftën. Ashtë të qatë, e ju ka ndërru Allahu me bartë fjallin më të mirë, me bartë misionin më të mirë, me qenë në mësim më të mirë, dohet edhe sjellja me konë më e mira, edhe me konë dashnia më e mira, edhe respekti më i miri, për shkak se që ashtu e lip Kurani, që ashtu e lip sjellja e mirë. Përpara në kohët e hershme të ndërum, domethënë ka qenë një orë që ai që ka marrë me mësu Kur'an, kur gjëse ka shtime punu. Kjo është i zgjedh me Zotë të përën. Pak e kanë lezru ka pak, ama kjo zbanë se kjo është hafiz, qa që kanë nërë për parë përën. Ta një dikur u praptu hesapit dënjoja, hafiz të shtishin me punu gjithë shka, e ndërë hesapit, elhamna që ka këthy koha ata që prapë munderun këtë veni ka që të mirë që e kiri në këtë shkollë ka që të mirë me këta mësus, elhamna të pregaditun e të edukumet mirë, që të mërë një mësimet e duhura. Prandaj të ndërum, Kur'ani është ai që ngrit, ai që të mëson, ai që të edukon, ai që të formon. Dhe duhet më usilë në përputhje me Kur'an. Me konë edhe zemra, edhe mendja, edhe sjellja në përputhje me nivelin e mësimit që po e merr ato. Nivelin e Kur'anit të ndërmuzë. Nivelin e asaj që Allahu te barekuhu teala e ka ndëruar dhe i ka ngritur ato të cilët e bartin fjalën e tij. Dhe në përmbyllje mos me zgjas ti sa kena kohë po edhe pak. Sa dur tani vonë. Ja, Allah e troj. Allah e rretan janë. A bën 5-6 minuta? Ha? Ha, Allah. Një çaj nere. Një çaj kënë tash gram. Ne që për krydhe pak. Ne për krydhe. Para çajit i kam në 5 dakika tani mos çajtin edhe tjera që shto. Allah e shpërblet. Allah e nderoft. Andaj thash nuk ka libër që përmend që është shërbim më shumë se Kurani. Edhe kështu të dashur. Edhe dietarët e kanë përmendur të ndërum se Kurani është hablullah. Ka Allah wa'tasimu bi hablillah. Ka un habl. Çka është habl? A dini çka është habl? Litare. Litare konope, çu thonë gjithë telefon. Ha? Litare. Litari, anë qëtash këta gdjem të di këtë. Litari, a e ka një fije, ka shumë fije? Shumë fije ka. Do më thonë, për mu ka për litari, i bjen mu ka për shumë fije. E Allah i ka thonë Kur'anit, litari Allahot. Në kur të kapësh për Kur'an, kapësh për shumë fije. E djetarë, kër i ka nda fijet e Kur'anit, i ka nda, qëfar fije ka? Ka shumë, po 5 i ka nda. Mos e rëni. 5 fije, kryesori ka Kur'anit. Sa ma shumë kapësh, ma fort i ka për litari. Për një fije, 2 fije. Në atë nuk ka për 5 fije. Cetën 5 fijet e Kur'anit. E para është me ledzu, edhe me mësu, që të shpëbën një. Ju një ka për fijen kryesore.
E dyta është me kuptu, që po tham, që po lexoj, që po bëj. E treta është me punu me ta. Me punu. Allahu thot në Kur'an, bëne këto, largohu për këto, me punu. Ai që mëson Kur'anin, çka do që mëson nga Kur'ani? Do të më qenë i pari që e zbaton ato që e ka mësuar te Kur'ani. Fjala e Allahut azza xal. Kjo është fija e tretë. Fija e katërt, cila është fija e katërt mos punës? Kur bina mos pajtim. Unë e mirë, jo ti mirë se kam mirë. Çfarë bëhet Kur'ani? Kur'ani thotë hoxha ka mirë, au kuri. A këtu? Don Kur'ani ka thënë kush e ka mirë. Çka është fija e katërt? Ka thënë kush e ka mirë. Çështë burri gruaja mos pajtim, ja ti ki bashkë se kam barë që ti duhet. Ç'kim çfarë Kur'ani? Kur'ani thotë valla barë që ki ti burr mi kry punë. Ki s'ki çara pa ja kry. Apo, se Kur'ani po, edhe kundërta. Edhe e pesta, cila është? Fija e pestë e Kur'anit cila është? A këtë mi u kallëzua? Fija e pestë është me ushëru me Kur'an. Fija e pestë, el istishfau bil Kur'an. A më ushëru. Çfarë më ushëru? Edhe kur dam diçka, bën një traditë, me një mësim, një djem të ri. Edhe këtë vëzni. Ku të dhem dikon diçka, që të dorën ku të dhem. Këne surën Fatiha. Këne surën Falek edhe Nas. Edhe përdore Kur'anin për shërim. Po shërim është e përlimet e brendshme, për mërzin, për piklimin, për vezveset, për këtë të shërim. Edhe është shërim për smujt njerëzore, për shturjen, qërëditjen, prishjen, humbin e turpit, moralit, për hapin e të këqijave, të kurive, është shërim. Andaj këtu e në 5 fije të Kur'anit. Andaj mësoni që mu ka për 8 pesat. Edhe me mësu Kur'anin, por edhe me kuptu Kur'anin, por edhe me punu me Kur'an, por edhe me da put me Kur'an, por edhe me përdor për me i shëru problemet shpirtnore, mendore, organike, familjare, shoqërore, me fjallën Allahu te barekuhu teala. E Allahu xhalla wala ka përman se ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم. Allah ka kush kapët për Zotin, për Zotin s'u kapër, për fjalën e Zotit kapër të. Për fjalën e Allahut. Faqad Allah ka hudiya, vetë që kjo në drejt. Qartë, faqad hudiya ila sirat mustaqim, vetë që kjo në rrugën e drejtë. Prandaj për me konë rrugën e drejtë, do të më kapër fjalën e Allahut azza xal, edhe me ndjek, me mësu, me praktiku, me meditu, me punu, e gjithë ato që i përmenda edhe më herët. E tash kur vjen çaji, ndron mohabet. Allah e nderoft, unë kam ardhë, sinqerisht, te ju me një 7-8 tema në kry, thashe, gjoj një kallëzoj diqka, edhe po më duket asë një që akum po gati se thash. Dyqyshe bledha me do këshillat përgjithshme, me po pak më të relaksume për këta djemë të këta përgjithshme. Allah i rujt edhe i nderoft, edhe Allahu na gëzoft me ta në dunjë në ahiret, e me evlat tonë, me nipa, me mesa, me gjithë. Ishte kënaqësi që pak minuta patëm mundësinë që të kemi një diskutim, po edhe që e përmendni edhe drejtori, mundemi që edhe deri në kohën e akşamit me shëzu mundësinë që në pyetje në diskutim çdo qoftë që keni nevojë, mund me e bëjmë mirë të përbashkët. Allahu i nderoj, falënderit shumë, Zoti ju shpëlbeft, Zoti ju ruaj.